Të mërkurën është planifikuar të mbahet takimi i liderëve i thirrur nga kryeministri i vendit, njëherësh edhe lideri i VMRO-DPMNE-s, Kristian Mickoski, në të cilin do të diskutojnë ligjet reformuese në gjyqësor, zgjedhja e avokatit të popullit, kodi zgjedhor dhe shfuqizimi i qeverisë teknike. Përveç këtyre temave, siç njoftoi kryeministri, me sugjerimin e pjesëmarrësve në takim mund të diskutohen edhe çështje të tjera. Pjesëmarrjen e tyre konfirmuan edhe nga koalicioni Vlen, të cilin do ta përfaqësojë njëri nga liderët e Vlenit, Bilal Kasami. Nëse po kemi ftesë nga kryetari i qeverisë, pra nga kryeministri Mickoski për takim liderësh dhe Vleni ka planuar që të marrë pjesë. Në takim do jetë zoti Bilal Kasami, një nga liderët e Vlenit dhe kryetari aktual i komunës Tetovës dhe unë si koordinator i grupit parlamentar. Formati është 1+1, pra lideri dhe koordinatori, kështu që do jetë zoti Bilal Kasami dhe unë në takimin e nesër me dhe tek kryeministri dhe liderët e tjerë, kush do marrë pjesë këtë nuk e di ende. Zyrtarisht është ftesa nuk ka tema konkrete, është e përgjithshme, pra do flitet për gjendjen aktuale politike dhe ekonomike në vend, pra janë tema të përgjithshme, flitet për një dialog të hapur, për një konsensus. Nga Vlen po ashtu theksojnë se ata do të mbeten në qëndrimin për largimin e qeverisë teknike që del nga marrëveshja e Përzhinos. Vleni mendon që koha kur shteti u detyrua të ketë qeveri teknike, pra sipas marrëveshjes Përzhinos, ishte koha kur vendi ndodhej në një modus krize, kur një krizë që u shkaktua nga qeveria e Mjalkovit dhe Gruevskit bashkë me BDI-n e Aliametit dhe Musa Xhaferit dhe Blerim Bexhetit. Këta figura edhe kjo krizë aktualisht nuk është më, dhe shteti dhe administrata publike është e aftë dhe në gjendje të organizojë zgjedhje kredibile, të drejta dhe të rregullta dhe konkurruese, dhe këtë e dëshmoi, sidomos tani me zgjedhjet lokale, ku ne arritëm të organizojmë zgjedhje shembullore këtu në vend, pa patur të domosdoshme, të arsyeshme të kemi qeveri teknike sipas marrëveshjes Përzhinos. Nga Vleni thonë se nëse flitet në takimin e liderëve për zgjedhje të parakohshme parlamentare, Vleni është kundër këtij vendimi, ndërsa nëse bisedohet për një njësi zgjedhore, Vleni akoma nuk ka një qëndrim të definuar.